Gratë nga shumë katune u dyndën për ta parë nuse Remzia Osmanin. Rreth 32 vite më parë u martua këngëtarja e zhanrit popullor Remzia Osmani, njëra nga më të dashurat e këtij zhanri për publikun shqiptar. Këngëtarja ishte martuar në vitin 1992, teksa në dasëm kishin marrë pjesë një numër i madh njerëzish. Në vitin 1992, dita martesës sime dhe më shumë ka njerëz poshtë tek oborri, ka deklaruar Remzia. Mësojmë që për ta parë atë nuse, pasi edhe asaj kohe kishte emër, kishin ardhur nga shumë katunde. Ajo, padyshim ishte nusja më e famshme e asaj ane. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.